Një avion luftarak MiG, simboli historisë së aviacionit ushtarak shqiptar, është vendosur në kryqëzimin hyrës të qytetit të Dimalit dhe me drejtim nga qyteti i Kuçovës, duke tërhequr vëmendjen e qytetarëve dhe vizitorëve. Ky element përkujtimor vjen dhe si kujtesë kur vitet kalojnë dhe në kuadër të 75 vjetorit të aviacionit ushtarak shqiptar, një moment i rëndësishëm për të nderuar historinë dhe kontributin e brezave në shërbim të ADEUt. Baza ajrore e Kuçovës, me një traditë të gjatë profesionalizmi dhe përkushtimi, vetet një nga pikat kyçe të forcës ajrore. Avionët MiG të dikurshëm e dikur pjesë e rëndësishme e mbrojtjes ajrore përfaqësojnë krenarinë e kësaj baze që prej themelimit të saj. Një prej tyre, i vendosur tashmë si monument, qëndron si dëshmi e historisë dhe sakrificave të aviatorëve ndër vite. Ky përjetor jo vetëm që vlerëson të shkuarën me krenari, por edhe konfirmon rrugën drejt modernizimit të forcës ajrore në kuadër të integrimit dhe bashkëpunimit me strukturat e NATO-s. Baza e Kuçovës sot përfaqëson një pikë të rëndësishme strategjike, duke lidhur historinë me të ardhmen e sigurisë ajrore në vend. Vendosja e këtij avioni në një pikë të dukshme në rreth rrotullim drejt Beratit, Kuçovës dhe Dimalit shërben dhe si një simbol edukues për brezat e rinj, duke rikujtuar rëndësinë e mbrojtjes së hapësirës ajrore. Për qytetin e Kuçovës, ky monument është një tjetër dëshmi e identitetit dhe lidhjes së fortë me historinë ushtarake. Ndërkohë, vizitorët dhe kalimtarët ndalen për ta parë nga afër, duke e kthyer këtë pikë në një atraksion të veçantë. Ky simbol mbetet një homazh i përhershëm për të gjithë ata që kanë shërbyer në qiellin shqiptar.